I ftuar në një emision, Aldo Marku ka treguar për eksperiencën e tij. Ish banori përfundoi rrugtimin e tij pas më shumë se 100 ditësh qëndrimi. Regjizori rretheu më shumë rreth eksperiencës së tij gjatë këtij rrugtimi dhe jo vetëm. Ai zbuloi dhe arsyeën sepse është ndarë nga ish-bashkëshortja e tij, e cila dhe gjatë qëndrimit të Aldos e kam mbështetur në çdo dalje televizive dhe në çdo intervistë. E falenderoj shumë, e kam parë dhe unë kur kam dalë. Më bëhet qefi që ka folur me superlativa. Të njëjtën gjë do të bëj edhe unë sepse kështu mendojmë për njëri tjetrin. Jemi supportues ndaj njëri tjetrit, funksionojmë shumë mirë kështu. Kur ishim bashkë si çdo çift, që kur vjen një moment që ti nuk gjen atë gjuhën e përbashkët dhe fillon bëhet si emotiv. Fillon të kuptoni që mbas është më mirë që as të mos shkojmë në një pikë ku të bëhemi imazhi i keq për vajzën tonë, as dëm për njëri tjetrin. Ka qenë një vendim i pakthyeshëm. Shkojmë shumë mirë dhe prandaj duket kështu, sikur çfarë po ndodh ose që është lojë. Kam përshtypjen që njeriu ka dy zgjedhje kur ndahet, ose të fillojë të mbajë natë për të shtruar të gjitha ndjenjat e tjera dhe për të ndihmuar veten, por kur të lidh një fëmijë bashkë, të mbashin natë të gjithë raportin e çon në një pikë komforte. Ndërkohë që zgjidhja tjetër është të vazhdosh të shohësh të mirë dhe të suportosh njëri tjetrin. Edhe vajza në këtë rast nuk ndjen asnjë lloj toksiciteti apo pakënaqësie. Nuk duket më shumë ndarje, sesa thjesht si transferimi i marrëdhënies në diçka tjetër, deklaroi Aldo.